Mirëmëngjesi shikues të nderuar dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Do të jemi së bashku në këtë hapësirë, fillimisht për t'u njohur me shtypin e ditës e më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave, ku do të kemi mundësinë të komunikojmë së bashku. Sot është e premte, data shënon 14 gusht 2026 dhe nisim pa humbur kohë me gazetën më të madhe në vend, gazetën Panorama. Gazeta Panorama vjen me kryeartikullin "Dosjet e korrupsionit, aktivisti thirrje SPAK. Nëse keni frikë të arrestoni pushtetarët, ka plot djem që do t'u akërcasin prangat." Rrogat e majme. Në protest, aktivisti Arben Kola shpërsoi tonet ndaj SPAK-ut, duke akuzuar organin e akuzës se po fle mbi dosjet e korrupsionit. Kola kërkoi që SPAK të arrestoj pushtetarët e korruptuar, ose në të kundërt, sipas tij, ka plot djem të shkolluar që do t'i prangosnin. Aktivisti i kujtoi SPAK-ut besimin që i dhanë shqiptarët dhe rrogat e majme nga 10-15.000 euro. E gjeni të plotë në faqen 3. Popujt e vegjël në rrezik, Ben Blushi sfidon tabut, hedh tezën e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, të bëhemi shtet i madh. Kush nuk ka ilaçe vdes, kush nuk ka nije mbytet. Blushi tregon çfarë fshihet pas deklaratës së sekretarit amerikan. E gjeni të plotë në faqen 5. Nga shija e vendlindjes te konsumatori amerikan, bira Korça edhe përtej Atlantikut, rrëfimi i Suxhos. Mira në festën e birës Korça, muzikë e atmosferë deri në mesnatë. E gjeni të plotë në faqen 7. Kushtet, transporti urban në alarm, operatorët do të reduktojmë flotën. Shpronësimet, lista me pronarët që përfitojnë nga fondi 8.1 milion lek vjen në faqen 22. Nga ndriçim kulla do të lexoni: nga kanuni te polifonia, si mbjetoi antikiteti në kujtesën shqiptare, në faqet 14 dhe 15. Në rubrikën Opinion në gazetën Panorama vjen opinioni me titull "Gabimet e rënda të Zelenskit dhe qëndrimi stoik i Polonisë nga Bujar Leskaj". Nga Gelanda Shkurtaj do të lexoni "Trilogji e popullit tim pa vargje" në faqen 19. Lufta për kontrollin e ushtrisë, raporti Parlaku dhe mbledhja ku ushtarët folën hapur për krizën, por u goditën si puçist. Ishin këto disa nga titujt kryesorë të gazetës Panorama për ditën e sotme. Gazetën Panorama ju mund ta gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, çdo ditë, ndërkohë që ne do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, shohim titujt kryesor të gazetës Telegraf. Ermal Beqiri në burg, por kompanitë e tij dhe Gerond Meçes të Akshit pastrojnë miliona. Skandali, ndërsa Ermal Beqiri ndodhet në Francë pas arrestimit, dy kompanitë e tij po përballen me Identitet dhe KPP për tendera që kapin miliona, pavarësisht mega skandalit të Akshit, ja lidhja korruptive Daniel Shimës dhe Sokol Parlakut dhe si po i kalon Gerond Meçe qindra mijëra euro gjermanes në llogari, e cila po pastron paratë e aferave të Akshit me kulla në Kosovë. Kompania AS SHPK rezulton një nga linjat e pastrimit të parave të Meçes, i cili ka përfituar rreth 50 milion euro nga Akshi. Radiant World në nënhetim, Raiffeisen dhe Interesa i japin 300 milion euro kredi. Suplementi pena shqiptare vjen këtë të premte në gazetën Telegraf. Fanoli, prift, përkthyes, historian, diplomat, poet dhe shtetar, Arsinoj Zengo nuk bëra zhurmë. Agim Barjami, amaneti i lahutarit të vjetër. Shefik Arifi, puthjen tënde, Bledi Ylli, apo jo, Ismail Xhaferi, thjeshtësia si art, Bledar Koçi, brenga e gjyshit, Havzi Nela,
po, onan po. Nga lullzime malaj, thjeshtësia si artë, Alma Zenenllari pres hapin tënë të parë, Naim Frashëri, Zogu dhe djali, Dritura Golli, kur të jesh mërzitur shumë, Mimoza Gjoni Alushani, Lum pensionistët, Agim Doçi, lajthitje poetike, Ylli Meqe, poshtë aty mbi, Lumbard, Alma Zenenllari. I gjeni në faqen nga faqja 14 deri në faqen 22 suplementin pena shqiptare. Ndërkohë në rubrikën opinione të gazetës Telegraf, do të lexoni nga profesor Zydi Teqja, a do të kemi një ligj të ri për arsimin e lartë? Nga Ndue Pjetra, kemi kulla, po nuk kemi pallat drejtësie. Nga Ismail Kadare, vjen shkrimi me titull Raky Mort e Upam, mbi librin Raky Mort dhe Upam, në faqen 16. Vjoj mëtej, shoqata Labëria Nderi Kombit të bëhet transparente e vërteta për klubin Labëria. A ka projekt që të cënon këto objekt të historisë kombëtare në Vlorë? Opozita shqiptare, Këlliçi 3.1 milion euro për mikun izraelit në kulmin e zjarreve, ku Mbaro bllokon investimet për të shkrirë me Maliajnë. Mafia e cigareve, kontrabanda e produkteve të duhanit në nivele alarmante, gjysma e tij taksohet, pjesa tjetër kalon në tregun e zi. Politik, kryeministri Rama, kthesa e mandatit të 4, hapdyer të reja për ata që duan të shërbejnë në sektorin publik. Ministri Demo, mirënjohje për strukturat e emergjencave që punuan për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Lamallarie Gonxha inspektojnë masat e sezonit turistik në Sarand. Në rubrikun Mjeku në familje, astmatikët, simptomat e krizave dhe këshillat për ditët e nxehta, si të shmangni helmimet, parandaloni hemoroidet dhe ushqimet që luftojnë tumoret tek femrat. Dosier dhe histori. Pirostika, historia e vërtet dhe rënqethse e filmit Nusja dhe Shtetërrethimi, në tytat e pushtuesve gjerman në gusht 1944, si në atë dasmë në maskën e festës, të rinjt fshehin armët në nveshje, ja ngjarja e plot që nxiti romane. Nga Vangjush Saro, fjalë për profilin letrar, si dhe nga Mustafa Koçeri, Addeu dhe familja janë të shenjta. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Ne do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Sot. Zbërthehen celularët dhe dëshmit, dyshime të tjera për pasurit të fshehura të Belinda Ballukut në emër të iglitares. Pas goditjes në Dhërmi, SPAK më syn të 2 vilat luksoze të ish futbollistit në Palas. Në faqen 8. Pas darkës sekrete me Alex Soros, Rama jep zemër Zelenskit, konfirmon se ka raporte të mira me presidentin Ukrainas dhe rreshtohet kundër Kosovës. Në faqen 5. Për paskenat e takimit privat në Dhërmi, avokati zbulon lojrat e rrezikshme të politikanit kameleon Edi Rama midis Trumpit dhe Sorosit për të siguruar mbajtjen e pushtetit, ja pazaret. Në faqen 4. Ja si vidheshin 20.000 fuqi nafte në ditë në Patos Marinës. Mysly Murizi godet Bankers Petrol me fakte tronditse. Tregon si u grabitën 15 miliard euro dhe zbulon të pathënat nga afera e shekullit në faqen 3. Edi Rama është poliagent, Spartak Ngjela zbart prapaskenat e forta dhe paralajmëron kryeministrin se e pret një fund i hidhur. Në faqen 7. Ja si Blendi Gonxha shkatroi zonat arkeologjike, legalizoi 156 ndërtime pa leje pas nisjes së punimeve. Dalin dokumentat që zbardhin masakrën e Ministrit të Kulturës. Vjojmë mëtej, protestat trembin Ramën, kryeministri vë në zbatim planin Besa për të shuar revoltën popullore, thirrje të rinjve të aplikojnë për punë dhe t'i bashkohen administratës publike.
Edi Rama mes dy zjarreve. Avokatët e aktivistes turke që u arrestuan në Shqipëri vihen në lëvizje për të blokuar ekstradimin e saj drejt Turqisë. Partneri 32 vjeçares ngre alarmin dhe paralajmëron se nëse përfundon në burg, nuk do ta shohin më. Në faqen 10. Zbythet Begjet Pacolli pasi qeveria nisi procedurën për anulimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. MAPCO i lutet Ministrisë të Transporteve të zgjidhin mosmarrveshjet përmes negociatave. Nga Rudi Sata, artistët mbajnë skenat, por arti ka nevojë për ligje, reforma dhe sisteme. Koment dhe analizë nga profesor doktor Agonezha. Ministra adoleshent, këshilltarët pionier. Nga Ramazan Sherja, korrupsioni galopant mund të jetë pengesë e pakapërcyeshme për futje në Bashkimin Evropian. Rajon dhe botë. Abdi Xhiku heq dorë nga çdo post për LDK-n dhe i lë Kurtit përgjegjësinë për qeverinë në Kosovë, japse kushti për presidentin rrezikon ta mbajë gjallë krizën. Trump ndëron armën kundër Iranit pas dështimit të sulmeve ushtarake dhe rikthen strategjinë që synon t'i mbyllë Teheranit çdo burim të ardhurash. Kievi bën lëvizjen e papritur drejt Moskës në mes të luftës dhe propozon marrëveshjen që mund të rihap korridorin e drithrave në detin e Zi. Kina, Rusia, Irani dhe Koreja e Veriut bashkojnë forcat në një front të ri kundër SBA-s dhe perëndimit, si po ndryshon ekuilibri i fuqisë globale. Ishin këto titujt kryesor të gazetës sot. Ne do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të rëndësishme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Nata e madhe, futbolli shqiptar festoi kualifikimin e kampionëve dhe të nëndetëses. 9 vite më pas, Egnatia bën histori, siguron grupet e konferencës me fitoren 5-1. Liga e konferencës, Dinamo Poker për play-offin. Edhe Dinamo fiton me rezultatin 4-0. Por i gjeni në faqen 2 dhe 3 të gjithë dinamikat e këtyre ndeshjeve dhe rëndësinë e tyre. Mbrojtësi, Tirana, Luciano Vera rrezikon debutimin me Egnatian. Kundër Beslidhjes, Partizani, prova generale të kuqve ndryshon datë në faqen 5. Sheikh Gueye, një afrikan në provë tek Elbasani. Vllaznia, Gurishta jashtë, Martini ka dilemën e prapavijës. In memoriam, Agim Bubeqi, flamurtari i jep lamtumirën kampionit në faqen 8 dhe 9. Kuqezint, Amorim 4 gjembat e Verës te Milani. Bardezint, sulmi i Juves vallëzon në ritme të YMCA. Spanjë, Rodri dhe Ferran Torres me valixhe të paketuara. Tenis, Federeri 50 milion euro për një palë këpuc. Në faqen 10 vjen ky shkrim. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, gazetës Panorama Sport, të cilën e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, dhe për gjithë ata që sapo na janë bashkuar tani, ne do të rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës Panorama. Gazeta Panorama vjen me kryeartikullin Dosjet e korrupsionit, aktivisti thirrje SPAK, nëse keni frikë të arrestoni pushtetarët, ka plot djem që do t'u akërcasin prangat. Rrogat e Majme. Në protest, aktivisti Arben Kola shpërsoi tonet ndaj SPAK-ut duke akuzuar organin e akuzës se po fle mbi dosjet e korrupsionit. Kola kërkoi që SPAK të arrestoj pushtetarët e korruptuar, ose në të kundërt, sipas tij, ka plot djem të shkolluar që do t'i prangosnin. Aktivisti i kujtoi SPAK-ut besimin që i dhanë shqiptarët dhe rrogat e Majme nga 10-15.000 euro. E gjeni në faqen 3.
Popujt e vegjël në rrezik, Bemblushi sfidon tabut, hedh tezën e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën të bëhemi shtet i madh. Kush nuk ka ilaç e vdes, kush nuk ka një mbytet. Blushi tregon çfarë fshihet pas deklaratës së sekretarit amerikan. E gjeni në faqen 5 këtë shkrim. Nga shija e vendlindjes te konsumatori amerikan, bira Korça edhe përtej Atlantikut, rrëfimi i Suxhos. Mira në festën e birës Korça. Muzikë e atmosferë deri në mëngjes. Në faqen 7. Kushtet transporti urban në alarm, operatorët do të reduktojmë flotën. Në faqen 11 vjen ky paralajmërim. Shpronësimet, lista me pronarët që përfitojnë nga fondi 8.1 milion lek në faqen 22. Nga kanunit e polifonia si mbjetoi antikiteti në kujtesën shqiptare, nga Ndriçim Kulla vjen ky shkrim në faqen 14 dhe 15. Në rubrikën opinion, do të lexoni opinionin me titull Gabimet e rënda të Zelenskit dhe qëndrimi stoik i Polonisë nga Bujar Leskaj, vjen në faqen 19 dhe 18 dhe 19. Trilogji e popullit tim pavargje nga Gelanda Shkurtaj në faqen 19. Lufta për kontrollin e ushtrisë, raporti i Parlaku dhe mbledhja ku ushtarakët folën hapur për krizën, por u goditën si puçist në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama, gazetës më të madhe në vend për këtë mëngjes, të cilën e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, dhe kemi ardhur këtu në fund pjesës së parë me shtypin e ditës. Do të shkëputemi shumë shkurt për publicitet, rikthehemi sërish pas pak me telefonatat në studio.